Pashka ftesë për transformim personal. Përmes sakrificës edhe ringjalljes së Jezus Krishtit, ne nuk marrim vetëm falje, por edhe mundësinë për një fillim të ri, një zemër të re. Mesazhi i Pashkës na kujton se ndryshimi i vërtet nuk fillon nga jashtë, por nga brenda. Një zemër e re do thot një jetë e re. A jam gati të lejoj që kjo Pashkë të më transformoj? Jemi në studio me pastor Elton Manelli nga City Church në Tiranë. Mirë se erdhe, pastor. Mirë se gjeta. Faleminderit profesor. Faleminderit ty, kënaqësi të kemi për herë të parë, gëzuar Pashkën ty, familjes tënde, kishës tënde. Gëzuar dhe për ju, për gjithë stafin e televizionit, radios dhe për kishat tuaj. Shumë faleminderit. Pastor, më trego pak se si festohet Pashka në City Church. Çfarë organizoni ju si kishë? Si në shumicën e kishave ungjillore, patjetër që Pashka zë një rëndësi të veçantë dhe vend të veçantë, sepse është ngjarja qendrore e krishtërimit, e besimit tonë, dhe kuptohet që thelbi ose gjë kryesore është predikimi i ungjillit, dhe kjo është një nga gjërat që ne jemi përpikur ta theksojmë gati çdo vit, që do të jetë një mundësi për të rikujtuar që besimi jonë nuk është si rezultati i veprave apo meritave tona, por është prej veprës të mbaruar, të përfunduar të Zotit tonë Jezus. Patjetër, nxitja është edhe për një reflektim personal, rrëfim, edhe që të na ndihmojë të festojmë të ngjarje të rëndësishme. Kështu që thjesht, jo shumë e ngarkuar, ndryshe nga Krishtlindja që ka më tepër are ose më tepër drita. Kjo është një festë ku ne duam të nxitëm reflektimin dhe rrëfimin personal. Lavdi Zotit. Por që ju ditën e takimit, pra për Pashkë, mlidheni, festoni bashkë, keni adhurimin, mesazhin kryesor. 7 vite që e festojmë këtë festë, edhe kjo është një nga bekimet që kemi parë që Perëndia të na përdor për lagjen ku jemi, po për njerëz të ndryshëm në Tiranë. Lavdi Zotit për City Church, për këtë emër të bukur edhe për çdo gjë që jeni duke bërë, ndikimin që keni në komunitet, mund pothuajse në qendër të Tiranës si kjo është vërtet. Se mos mes brezit të ri, nga që kisha janë përballë më shumë me student. Kryesisht student, ëh. Kryesisht student, po edhe njerëz që kanë mbaruar studimet e larta, që janë në të fazën e ndërtimit të jetës, karrierën edhe gjëra të tjera. Lavdi Zotit. Pastor, si e kujton atë ditë kur ti ke thënë Jezusit, po në jetën tënde sa vjeç ishe, çfarë përjetove ti kur dëgjove për këtë mesazh? Kryqin, ringjalljen, lindjen e Jezusit, të gjitha me radhë? Është interesante që edhe besimi im zanafillën ka afër Pashkës, sepse unë vi nga një fshat në juglindje të Shqipërisë. Edhe në shkollën e mesme në vitin e tretë, unë kam patur 2-3 miq që ishin nga komuniteti Maqedonas, dhe kur ata tregonin në klasë se si festonin Pashkën, ideja që shkonin në kish në 12 të natës, mbasi merrin atë flakën e qiririt edhe shkonin në shtëpitë e tyre. Kjo ishte shtysa ime e parë për të më bërë kurioz rreth çfarë besojnë të krishterët, sepse unë vi me një traditë muslimane, edhe vetë ata më dukshin të veçantë si njerëz, por edhe çfarë po tregonin, dhe mbasi kam u lumtuar pak më tepër, kam lexuar në Bibël, dhe për herë të parë kjo ishte ajo që më bëri përshtypje që unë nuk kam nevojë të performoj, që të përfitoj ose të kem dashuri në pranimin e prindërve, xhaxhallarëve, që ishte një nga mënyrat si unë po jetoja në rinin time. Por kur e kupton që Krishti ka paguar për mëkatet, e kur gjithçka është siguruar, mënyra se si shpëtojmë ka një gëzim të veçantë, kështu që për herë të parë kam festuar Pashkën në vitin 1999 në qytetin e Korçës, edhe ajo ka qenë një pritim i veçantë, por ka filluar pak më përpara. Am duket mua po Korça vërtet ka nxjerrë shumë të krishterë ungjillor vitet e fundit. Po, kjo është vërtet. Por kudo në Shqipëri, kjo është një dora e Zotit që ka qenë duke punuar në mënyrë të mrekullueshme anë mban Shqipërisë, edhe për te besoj. Ti pra përjetove një jetë të re me njohjen e Jezusit. A mundet çdo njeri të përjetojë një jetë të re sot duke njohur Jezusin, pastor? Po, patjetër. Kjo është edhe zemra e ungjillit, kjo është edhe zemra e besimit, edhe e Pashkës madje, që jemi në prag për ta festuar, sepse unë mendoj që nuk ka asnjë njeri të keq që është përtej hirit shpëtues që u shfaq gjithë njerëzimit. Edhe Perëndia nuk erdhi që të dënoj të ligjt, apo të bëjë ata që janë të mirë më të mirë, përkundrazi Perëndia erdhi për të transformuar atë zemër prej guri që është në njeriu e pa rigjeneruar, pa shpëtuar, në një zemër prej mishit, një zemër që e dëshiron Perëndin, e urren mëkatin. Edhe unë mendoj që është e mundur, edhe prandaj ne jemi këtu për të
predikuar këtë mesazh që po, Perëndia është duke pritur për ne të kthehemi, të pendohemi, të drejtohemi atij. Lavdi Zotit, pra se si mund të kemi një jetë të re. Një jetë të re, një zemër të re. Çfarë do thotë një zemër të re në jetën e përditshme? Si e shikon ti këtë kontekst? Mendoj që është zemër e re, i referohemi shpesh edhe si metaforë, por realisht një zemër e re do të thotë për mua që siç e nisa pak duke thënë që Perëndia i jep tek besimtari një zemër të re që është një zemër që uren mëkatin, që trishtohet për mëkatin. Nuk është një zemër e ftohtë, i rebelohet Perëndisë apo largohet, por që kënaqet me mëkatin, kurse një zemër e re do thotë ajo që trishtohet edhe i afrohet Perëndisë, ose dëshiron gjëra që dëshiron Perëndia, qan ose vajton për ato që edhe ja thyen zemrën Perëndisë. Kështu që në këtë pikë shikoj kur një njeri ka një zemër të resh, kur ai kënaqet në gjëra që kënaq Perëndia, edhe që ndjen trishtim kur është akoma pjesë e natyrës së vjetër që vërteton në disa gjëra të së kaluarës. Lavdi Zotit. Pra zemra e njeriu mund të ndryshojë kur është pranë Perëndisë. Patjetër. Kjo është ajo çfarë bën Ungjilli në vetvete, që transformon këtë zemër prej guri në një zemër të butë, edhe të drejtuar tek Perëndia, sepse në vetvete zemra e ndryshuar është ajo që ka dëshira të reja. Është një ndryshim drejtimi, si punë e busullës. Nëse dikur ishim larg Perëndisë, rebel, kundërshtar të Perëndisë, tashmë jemi ata që duam Perëndinë edhe që kemi dëshirat që ka dhe Perëndia. Po kjo vjen gradualisht. Po. Pashka ka gjithmonë në qendër e në fokus Jezusi në kryq, sakrificën që ai bëri, ringjalljen. Çfarë mesazhi sjell sakrifica e Jezusit në kryq? Sepse jemi mësuar, pjesa më e madhe e njerëzve kujtojnë vetëm atë ditë, kanë ato simbolet e kryqit, po në thelb, pse ishte e nevojshme kjo sakrificë? Ishte e nevojshme sepse sakrifica e Krishtit gjithashtu tregon ose vën në pam faktin që Perëndia është i dashur, por është dhe i drejtë edhe është i shenjtë, sepse ne e dimë që në momentin që njeriu mëkatoi, atëherë ka një pagesë për mëkatin dhe Perëndia s'mund të anashkalojë atë ligjin e vet, shenjtrinë e vet, nuk mund të zhbëjë natyrën e tij, nuk mund të dalë nga karakteri i tij. Edhe duke lënë që Krishti të jetë zëvendësuesi, duke bërë që Krishti të marrë pagesën që duhet të merremi ne, ai po tregon që vazhdon të jetë i drejtë, i shenjtë, por edhe i dashur nga ana tjetër, sepse po pajton një njeri rebel, një njeri të armiqësor me Perëndinë, që meriton me të drejtë ndëshkimin e përjetshëm larg Perëndisë, por për shkak të mëshirës, dashurisë së vet, ai njeriu dhe Perëndia pajtohen që të kenë një marrëdhënie kuptim plot, siç ishte në fillim me Adamin dhe Evën. Po, pak mesazhi i Pashkës sjell transformim. E kemi të testuar ti personalisht, unë edhe gjithë ata që besojnë tek Ungjilli, tek mesazhi i kryqit. Cilat janë disa nga pengesat më të mëdha që mendon se i mbajnë njerëzit larg transformimit që sjell Pashka? Do thoja në pelorin e zakonshëm zhargon, ne do thoshim mosbesimi, krenaria, keq kuptimi rreth Ungjillit, por do të thoja që ajo që mban vërtet larg njerëzit ta njohin, ta pranojnë mesazhin e Pashkës edhe të Ungjillit, do thoya që është gjendja ku gjendet njeriu sot. Bibla flet që njerëzit janë të vdekur në mëkate. Bibla flet që njerëzit janë të verbuar edhe nuk shikojnë, edhe pa një vepër rigjeneruese të shpirtit të shenjtë, njeriu nuk do jetë kur me forcat e veta t'i afrohet Perëndisë. Pavarësisht që ne mund të themi mosbesimi, krenaria, edhe dëshira për mëkat, sepse ka njerëz që kënaqen në mëkat. Do thoya që është gjendja e rënë e mëkatit, në mëkat e njeriu. Kjo është ajo që mban më shumë. Edhe unë kam vënë re në shërbesën time sa shpesh kemi folur dhe duket sikur njerëzit nuk kuptojnë asgjë. Në momentin kur shpirti i shenjtë fillon dhe kryen një vepër hiri tek ai person, ne shikojmë që ai hapet, ka interes për të dëgjuar, afrohet, edhe pse patjetër shoqëria, familja mund të jetë akoma një pengesë për ta, por kjo do të thotë që gradualisht asnjë gjë s'mund t'i rezistojë Perëndisë kur do ta afrojë dikë afër. Po, lavdi Zotit. Ndoshta është edhe ajo për ulja i dorëzimit përpara Zotit, ku ti e dorëzon veten tënde nga gjithçka dhe aty ti i thua Zotit, ti hyr në skenë tani. Edhe
Atje, kur ti kupton kush je, kur ti kupton që do të kalosh përresin larg, por është e mundur pajtime me Perëndin, është e mundur përmes besimit në veprën e Krishtit të përfunduar, atëherë nuk ka se si mund t'i rezistosh më Perëndisë edhe vjen edhe pendohesh, beson, edhe merr jetë të përjetshme, faljen e mëkateve. Lavdi Zotit. Ka shumë njerëz pastor që thonë shumë vonë për të ndryshuar, shumë vonë për të dorëzuar, ti çfarë do t'i thoje? Unë do thoya që për aq kohë sa dikush merr frym, është gjallë, ka shpresë edhe nuk është vonë, madje shembulli më i shkëlqyer është ai që ne kemi, kur personi që u kryqëzua bashkë me Jezusin në momentin e fundit duke kuptuar që kishte jetuar jetën në një mënyrë të gabuar, i thiri për mëshirë Perëndisë dhe Jezusi tha, sot do t'jesh me mua në barajs. Edhe në prag të vdekjes ai gjeti hir, pranim edhe falje. Që nuk është kur vonë, do thoya që thjesht ktheu, beso edhe do të marrësh faljen. Po, ndërkohë më kujton, po më vin ndërmend edhe 2 vargje nga Bibla që thotë sot është dita e shpëtimit. Po, kjo është një gjë tjetër që mos e ngurco zemrën tënde, por beso. Dhe do të më kërkoni dhe do të më gjeni, thot Zoti, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Po, kjo është e vërtetë. Sa bekim. Si mund ta përjetojmë fuqinë e ringjalljes, jo vetëm teori, por në jetën tonë të përditshme, pastor? Më pëlqen pyetja. Që do të thotë, sepse ne shkrimi shenja thotë që në ne banon fuqia që ringjalli Krishtin. Edhe teorikisht ne mund ta dimë këtë, por praktikisht kjo është edhe një nga vështirësitë më të mëdha që hasin besimtarët, sepse nuk varen nga Shpirti i Shenjtë. Fuqia që ngjalli Krishtin që është në ne, që është dhuratë. Çfarë do të them është që nëse ti nuk ose unë nuk varem plotësisht të fuqizohem, të drejtohem nga Shpirti i Shenjtë, do ta kemi të vështirë të marr vendimet e dhura kur gjendem përballë një tundimi, ose kur përballen me një situatë të vështirë familjare, shëndetësore, të gjitha anshme që i kemi problemet. Pra do thoya që kur ti dhe unë varemi, e kuptojmë mirë kush është Shpirti i Shenjtë, personi i tretë i Trinisë, edhe jetojmë në një marrëdhënie të ngushtë me të, edhe nuk i rezistojmë, nuk e kundërshtojmë, do të jetë shumë më lehtë për ta përjetuar një jetë në fitore, një jetë larg tundimit, edhe pse kjo është një proces që do të zgjatet për gjithë jetën, por çelësi është të varja në fuqinë e frymës së shenjtë. Po, dhe ty besoj personalisht mesazhi i kryqit edhe i ringjalljes nuk e ke pasur vetëm në teori në gjithë këto vite. Ke kaq vite në shërbes pastorale, besoj e ke parë dorën e Zotit në jetën tënde, veproi tek ti. Po, është e vërtetë që nga fillimet, kur sapo kam marrë një thirrje për të shërbyer Zotit, mbasi kam qenë pjesë e një projekti me filmin Jezus shumë vite më parë, edhe ishte një skuadër që do të ndiqte ose do të takonte njerëzit që kishin pranuar Jezusin. Kam parë se si ata më kanë rrëfyer mbasi kanë besuar Ungjillin, edhe mbasi Ungjilli ka transformuar jetën e tyre, ka sjell gëzim përsëri mbas një periudhe shumë të vështirë familjare që ata kishin. E kam parë në të jetuar se si Ungjilli transformon jetët. Kjo është një mënyrë se si Zoti ka përdorur mua edhe kolegët e mi ndërsa kemi shërbyer me Ungjillin, edhe kur shikon jetë të transformuara, kjo ta përforcon thirrjen edhe kjo të motivon të vazhdosh. Por hiri i Zotit, besnikëria e tij, sovraniteti i tij ka qenë duke më shoqëruar në shumë aspekte. Edhe pse nuk kanë qenë të lehta shërbesat me kishmbjelljen që kemi bërë në vitet e fundit, kur ti fillon një punë, ke vështirësi, kundërshti nga jashtë, nga brenda, kur shikon se si Zoti ka këmbgulur dhe ka ruajtur atë punë që ai ka nisur. Në sovranitetin e vet, ai ka bërë atë që ne i kemi kërkuar, edhe patjetër që jo sepse e bëri si i kërkuam ne, por ai kishte planin e tij. Kur shikon dorën e tij mbrapa, motivohesh të vazhdosh, sepse mendon që ja vlen, është shpërblyese puna me njerëzit, sidomos kishmbjellja, që është një nga gjërat që më pëlqen shumë. Patjetër e kam parë besnikërinë e Zotit në jetën time, familjen time. Më ka rrethuar me miq, njerëz që më duan, që kanë investuar tek unë, më kanë korrigjuar, më kanë këshilluar. Të gjitha këto janë gjëra që më kanë ndihmuar të vazhdoj në këtë shërbes
të gjatë me kishmbjelljen që nga 2011 tashmë. Çfarë do t'i thoje dikujt nisur nga fakti që të mos e shohin Pashkën vetëm si një ditë ose si një fest fetarizmi, por ka më shumë se kaq, ka përtej, ka të bëjë me njohjen e Zotit, ka të bëjë me njohjen e të vërtetës. Ashtu siç ti the që në 99 unë festova Pashkën dhe ishte përtej ngjyrave të fetarizmit ajo që ti përjetove, pastor. Po, është e vërtet. Nuk duhet ta shikojmë thjesht si një ngjarje, si një ceremoni fetare që bëhet një në vit, duhet parë siç me të vërtetë është krishterimi si një marrëdhënie personale që ti e kultivon këtë marrëdhënie me shpëtimtarin e botës, me Zotin që ka krijuar universin e gjithçka tjetër, edhe që është një marrëdhënie kuptimplote, nuk është thjesht një event, një ngjarje, është një marrëdhënie e gjallë, e vërtetë, edhe kjo është edhe nxitja ime, që nëse nuk e ke dëgjuar apo nuk e besuar akoma, shko te Krishti i kryqëzuar, i vdekur por dhe i ringjallur, që është në të djathtë sot, që është gati të afrohet, të ndihmojë të sjell transformimin, çlirimin që sjell Pashka, sepse me të vërtetë ne festojmë ringjalljen e Krishtit, edhe kemi një shpresë të gjallë që një ditë do jemi me ta për të shijuar një marrëdhënie të pandërprerë, për ta dashur sikur nuk e kemi dashur, për ta adhuruar sikur nuk kemi mundur ta adhurojmë. Është shumë më shumë se sa thjesht një ngjarje, por është një marrëdhënie që ka shumë dimensione aty. Po, pastor, sa që Pashka vjen dhe jo vetëm, sigurisht që ti lutesh për Shqipërinë. Dhe për çfarë lutesh konkretisht? Kohët e fundit kam filluar të ecë dhe të vrapoj, për shkak se jetoj te zona e freskut, ngjitem tek ato kodrat e teleferikut dhe shoh gjithë Tiranën, kur shikoj madhësinë e qytetit, edhe kur kuptoj disi që Zoti ka popullin e vet këtu, unë lutem së pari që për veten time, por edhe për kishën shqiptare që do të jetë e gjallë, do të jetë aktive, e pastër nga çdo ndotje e botës, edhe do të jetë e gjallë për të predikuar Ungjillin, edhe do të jetë duke u rritur, por gjithashtu lutem për misionin që kisha shqiptare duhet ta çojë në vendet përreth edhe përtej, sepse Zoti ka përdorur organizata kisha anë mban botës për të sjellë Ungjillin mbas rënies së komunizmit. Mendoj që është koha që kisha shqiptare të marrë një hap besimi të madh. Nuk është e lehtë, jemi kishë vogël e re, por besoj që ka një rol për kishën e shqiptare për të luajtur në vendet e rajonit dhe në vendet muslimane, pse jo. Kjo është një gjë tjetër që unë lutem për misionin, për shëndetin e saj, edhe për vazhdimin e punës këtu, sepse akoma kemi shumë punë për të bërë në Shqipëri, jemi pak krahasuar me popullsinë, por jam i inkurajuar me çfarë Zoti po bën. Po, lavdi Zotit. Dhe shqiptarët duhet të dëgjojnë për Ungjillin, të gjithë në fakt, duhet të dëgjojnë për të vërtetën. Urimi yt për gjithë shqiptarët për këtë Pashkë? Do t'i thoja që nëse ndihesh i lodhur, pa shpresë, edhe ke nevojë për një rifillim të ri, do të thoja që kërko Perëndin përmes Krishtit, edhe aty do të gjesh jetën e gjallë, jetën e përjetshme, faljen e mëkateve, edhe do të gjesh një marrëdhënie kuptimplote që është përtej çdo gjëje tjetër. Lavdi Zotit, pastor, gëzuar dhe një herë Pashkën. Gëzuar dhe juve, faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi të bisedonim bashkë. Për kishën dhe familjen, shumë faleminderit, jemi të gëzuar për çfarë City Church është duke bërë në Tiranë. Amen. Lavdia i takoft Perëndis. Lavdi për Zotit. gjithçka që ai po bën në ne, përmes nesh të gjithëve. Faleminderit, pastor. Faleminderit ju. Kryqi flet për dashuri. Varri i zbrazët flet për fuqi. Ringjallja flet për një shpresë që nuk vdes kurrë. Le të mos mbetet Pashka vetëm një kujtim, por një përjetim i gjallë në zemrat tona, sepse historia e Pashkës është edhe historia jonë, një histori transformimi, falje dhe jetë të re. Kalofshi bukur miq, ne do takohemi së bashku programin e radhës.